Flamoj kuqezi, lule, plisa, emblema e uniforma të UÇK-s. Këto janë disa nga gjërat që karakterizuan datën e 5 marsit. Në këtë datë, Prekazi mbetet vendi që vizitohet më së shumti nga qytetarët e Kosovës, por jo vetëm. Kristash Ziu, i cili ka ardhur nga Fjeri, thotë se çdo vit së bashku me afër 100 persona mblidhen dhe vinë për të bërë homazhe. Ai ka treguar se është nisur në 2 të mëngjesit për të mbërrirë në kohë dhe shtoi se sa e vlerëson sakrificën e familjes Jashari. Çdo qytet, jo në qytetin Fjeri, por në të gjitha qytetet e Shqipërisë, edhe jemi bashkangjitur me pjesën e UÇK-s këtu në Prekaz, që ne bëjmë homazhe sot, datën 5, në Drenica heroike, pjesa e rezistencës që është data 5, 6 dhe 7 që neve kemi 17 vjet që vim në Prekaz. Për sakrificën e familjes Jashari ka treguar edhe Endrit Sopjani, i cili kishte zgjedhur që ditën të nisë duke udhëtuar nga Hajvalia në Prekaz vetëm për homazhe. Unë si qytetari i Kosovës ndihem shumë krenar sepse familja Jashari ka bërë një sakrificë shumë të madhe. Për shembull, janë 59 anëtar që e kanë sakrifikuar jetën e tyre, veten e tyre, që na sot me fol shqip, edhe me lirë, me mësu shqip, me knu shqip e të nasenet shqip. Kompleksi memorial u vizitua edhe nga veteranët e UÇK-s, ku në lidhje me këtë aktivitet ka treguar njëri nga ta, i cili qysh në moshën 16 vjeçare kishte qenë ushtar. Në një organizim të përbashkët me organizatën e veteranëve të luftës, motoklubin e veteranëve të ushtrisë kombëtare të Kosovës, Federatën e motociklizmit, Federatën aeronatike dhe Shqiponia dhe Kastriotit, klubin paraglidist dhe shoqatën kërkim shpëtimit. Do të thotë, sot kemi pas një organizim të përbashkët me një aktivitet, cilin e patë besoj e keni filmu, me shumë paraglide dhe shumë motora drejt Prekazit për të nderu ramjen heroike të komandantit legjendar dhe gjithë familjes Jashari. Homazhe kishte edhe nga kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Memli Krasniqi, dhe bashkëpartiakët e tij. Krasniqi deklaroi se epopeja UÇK-s është kthesa më e madhe në historinë e vendit. Sakrifica e jashtëzakonshme e familjes Jashari, siç u shpreh ai, është e paparaparë në historinë botërore. Epopeja e familjes Jashari dhe ushtrisë lirëkombëtare të Kosovës është momenti i kthesës më të madhe në historinë e re të vendit tonë. Është momenti kur sakrifica e jashtëzakonshme dhe e paparë në historinë botërore u bë kushtrimi për popullin e Kosovës, për të ngritur dhe për të luftuar për lirinë që e gëzojmë sot. Përveç Krasniqit, edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka bërë homazhe te varrezat në Prekaz, duke thënë se familja Jashari është zemër e qendresës. Në nderim të sakrificës për liri, të luftës së komandantit legjendar Adem Jasharit, familjes Jashari, po edhe në nderim të gjithë rëndëve për liri, e nderojmë Prekaz. Vërtet është historia jonë këtu, është porosia jonë e përjetshme për liri, dhe liria vërtet meriton çdo sakrificë. Do të kujdesemi që ta ruajmë lirinë, por gjithsesi duke qenë bashkë me aleatët tonë. Fëmijë të shkollave të ndryshme, përveç që kishin ardhur për homazhe, disa nga ta kishin përgatitur edhe aktivitete të ndryshme. Në mesin e tyre kishin ardhur edhe 2 vajzat e presidentes Vjosa Osmani, të cilat ishin të shoqëruara me mbrojtje të afërt. Çdo vit, kompleksi memorial Adem Jashari në Prekaz vizitohet nga shumë qytetarë nga të gjitha trevat shqiptare, nga mëngata e nga të huaj. Në këtë mënyrë lartësohet sakrifica e familjes Jashari në çlirimin e Kosovës. Qel pranvera me shumë zbritje. Zbulo ofertat më të mira nga data 1 deri në 9 mars. Bau Market, bau shembull.